Përshëndetje dashur me emisionit Familja Jonë, si që thamë edhe më herët, do të kemi mundësin që të jemi prezencë në një psikoterapi grupore, e cila është shumë e zakonshme me pacientët që ndodhë në suaza javore brenda spitalit të varësive rezonanca 3. Her pasere kemi pas rastin të marrim historit e djemve dhe vajzave të cilët vinë, trajtohen dhe shërohen në spitalin e varësive rezonanca 3. Për mes rrëfimit të tyre kemi motivuar shumë familje e shumë të reja cilët kanë varësi të ngjashme që të vinë dhe të kërkojnë ndihmë. Ndërkohë, një seancë, një psikoterapi grupore të tillë nuk kemi sjellë deri më tani në Familja Jonë. Kjo do të jetë hera e parë, e kemi ndruar pak strukturën për shkak të ruajtjes së privatësisë së djemve të cilët janë sot pjesë e psikoterapisë. Por, përmes kësaj psikoterapie ku jam prezente edhe unë së bashku me ekipën time, do të mundohemi të përqojmë mesazhet të mëdha dhe motiv për krejt ata që mendojnë që jeta ka marrë fund për shkak substancave narkotike apo për shkak të varësive të tyre. Një psikoterapi e tillë do të bëjë që të reflektojnë shumë edhe ata cilët kanë varësi më të lehta, qoftë alkooli, qoftë lorat e fatit, qoftë duhani, ka varësi të ndryshme të cilat kërkojnë trajtim kur vendosim të shërohemi dhe të kalojmë. Së bashku me psikologun klinik Samia Erullao jemi përballë djemve të cilët sot janë këtu së bashku me neve në psikoterapin. Faleminderit shumë që më ke pranuar me qenë pjesë e psikoterapisë, e kundru pak rrethin për shkak të kamerës dhe të ruajtjes privatësisë djemve, por që e rëndësishme nuk është rrethi sa është e rëndësishme mesazhet që kemi me përçu. Patjetër. Vetë se përmendë psikologu zakonisht është në rrethin me djemët. Faleminderit shumë që po i kushtoni rëndësi dhe hapësirë kësaj teme, që përveç që është e ndjeshme, është tek e fundit njerëzore dhe shumë e rëndësishme. Djemët që janë këtu kanë rastisë të jenë pjesë e proceset të trajtimit në spitalin tonë të varësive. Nuk është më rëndësi emri edhe mbiemri i djemëve, nuk është më rëndësi për nga vinë djemët, cili është statusi i tyre shoqëror. Ajo që është tepër jetike dhe rëndësishme është mesazhi dhe përvoja të cilën djemë do të japin karshi ndoshta moshatarëve të vetë të cilët për arsye deri tash të panjohura nuk po kanë guximin të marrin thirrjet dhe të vinë të kërkojnë ndihmë. Seanca grupore zakonisht organizohet psikologu dhe djemë në këtë rast. Është hyrja ku bëhen disa rregulla bazë, respekti ndaj njëri tjetrit, të dëgjuarit njëri tjetrit dhe thjesht përvojat tona. Sot na kemi me diskutu për shkaktarët pse ka fillu eksplorimi me substanca. Para se me shku sa me të djemët, do me thonë në një seancë grupore caktohet tema që flitet sot, për shembull, sot kena vendos me fol për një temë caktuar edhe përgjigjen me radhë secili. Apo mandej kanë mundësi me eksploru në rrëfimin e njëri tjetrit. Secili tani reflekton ndaj muhabetit të çujmë secili. Po, a ndihmon kjo që me u liru edhe ato që i kanë si të ndrydhta përmes me nda? Vrehen domethënë reagimet emocionale, zbrazje emocionale të tyre mund me ndodhë qysh në seancën e dytë. Për arsye se duke dëgju historinë e njëri tjetrit, do të thotë çelët vetë personi që ndoshta edhe kanë nguru të flasë për temën e varësisë. Unë sot do të mundohem të jem si hije këtë, me ju ndëgju më shumë, që me reflektu edhe me përcjell mesazh të audiencës. Unë po ju la psikologun Sami me hap bisedën me juve edhe me pa se si zhvillohet një psikoterapi grupore. Megjithatë, na të e pas parasysh që jemi në xhirime. Po, do të jem këto. Na mirë kuptojmë edhe çështjen e anonimitetit, do të duhet më kanë shumë kujdesshëm. Po edhe mënyra organizimit të seancës grupore nuk është që ka më kanë sikur që do të ishte pa kamera. Edhe prej anës tonë nuk është edhe ashtu shumë e lehtë na shtat të bëjmë përballë kështu. Zakonisht është në mes krejtëve djemve. Po ajo çka mendoj që është karakteristike pse kemi zgjedhur këtë temë sot, është që në përgjithësi fillimi apo eksplorimi me substanca ndodh për arsye të ndryshme. Po. Këtu kemi rastisë 5 djem, unë me pas rrëfime të ndryshme. Arsye të ndryshme të fillimit apo të eksplorimit me substanca. Për atë arsye, sot e kemi vendosur temën flasmi me radhë, secili ka me tregu si ka fillu, cila ka qenë arsyeja e fillimit të përdorimit apo eksplorimit të substancës. A ka qenë stresi, a ka qenë ankthi, apo ka qenë presioni shoqërisë, apo ka qenë familja e tensionume,
cili, domethënë prej këtyre shkaktarëve është që ju keni fillu me gjetë atë qetësinë emocionale, qoftë nga ankthi, qoftë nga presioni i shoqërisë, apo qoftë nga problemet në familje. A fillojmë kështu nga ona më dhe me radhën dëgjojmë Po, rrethimet. nuk ka problem. Dita, do isha me përshëndet një stafin tuaj, doktor Saliuni, cili shumë na respekton, na nderon, doktor Samiun, falni, rezonancën si spital që i ka hap dhe na ka dhënë këtë mundësi që më erdh me ushëru. Unë për veti do isha me nda një pjesë temën që shunja komunisë për kuriozitet, edhe pak me stres, si në mosh rinore, që shkena me përballu jetën, edhe ja komunisë me shoqni, si me hajgare, si me stres, për me provu se qa ka me mbo, na ka dhonë pak emocion, adrenalin. Tane kena vazhdu që shtu me adrenalin, edhe kena hy ma thellë që s'kena mujt me dal. Kena menu që kena me dal, po jena të shku sa ma poshtë. Nashta na ka shujt një zjarë mrenda nesh për një kohë saktume, pa na ka na dhonë një dhimbje tepër të madhe në shpirt, neve, familjeve tona, prindërve tonë, vllazërve, motrave. Unë personalisht jam edhe i martum, kam edhe fëmijë. Qëtash, në vend që me konë në afërgjirit tim familjar me i pranu vajzat e mija me i marrë për shkollës, unë po duna më marrë një terapi për që e këmë bo një qef, e s'ko mujt jashtë me shëru vetin, sado që i kam menu se kam me mujt unë drogën, vetë s'ja kam mujt me dalë. Kam qenë edhe në për klinikat tjera, që s'm kam prit mirë, s'kam pas mirë pritje, s'kam qenë i lirë, me u shëru, me u shpreh, edhe s'm kam prit në gjirë ngrotë familjarë, që me thonë, që m'm kam prit tute rezonanca. Dhe mendoj që gjithë s'kush duhet me ardhë, me provu sa do pak, besoj që i ka me arrit qëllimin, edhe nëse duhet një herë, 2 herë, apo 3 herë, besoj që duhet me menu sa do pak dhimbtën e nanës, babës, fëmijëve, vëllezërve tonë që po sakrifikojnë ne, po zhytën anë për borgje, ato po shkojnë për i paguin, për ne mos nuk po më një keq, për familjen tonë, për vajzat tona, që për gjemë tonë që i kemi në përshpia, duhet me kanë ati, më bot fort, me luftu këtë krim, me thonë, nashta drogës që po ekziston në familjen dhe shpirt tona, shpirtat tona. Se Samir shumë rëndësishme këta kretë janë të gatshëm me kontribu në shoqni edhe rrëfimi idealit të parë që janë dëgjuar. Është e rëndësishme të ndalemi fillimisht vetëm te pse ka nis, dhe patjetër që do të flasim edhe për trajtimin e tyre në rezonancë dhe shërimin e tyre, në mënyrë që po, e kalojmë te djali i dytë, do doja këtë temën të rrim këtu si fillove, kush ka qenë shkaktare që ty të ka shty me fillu substancat narkotike? Është mosha shumë e re, shoqënia. Po flosëm për moshën, kam qenë dikën shkollë, fillimi shkollës mesme. Po ta fillu me përdor substancë edhe natyrisht me shoqëni, për shembull, shokë e sana, filleshëm shumë, sërreshëm në ora, avden eshëm të në kohën i ashtë të përdor të sana, pas shumë një kohë e gotë, po folin që të folë rezonancës dhe më thonë, jem shumë mirë, po një nga shumë mirë, thash. Jam një që kom përdur një kohë shumë gjatë, që 15 vite jam. Po... Do të thënë, po Sami? Në praktikën tonë klinike këtu në spital, zakonisht këto janë edhe shkaktarët kryesorë të fillimit të eksperimentit me substanca. Djali i parë dhe i dy do të thotë të dy të përmenden aspektin psikologjik si faktor dhe emocional. Ankthi, stresi ose depresioni pa trajtuar. Edhe fillimin e vetmjekojnë me substancë për të qetësuar. Me një kënaqësi momentale. Pra, për të qetësuar stresin apo ankthin cilën këta e kanë jetuar. Po ashtu, edhe ndikimi i shoqërisë, cilën e përmendi djali i dytë, do të thotë shumicën e rasteve tona këtu në punën tonë klinike të përditshme. Domethënë faktori social është shumë i pranishëm, do të thotë presioni i shoqërisë, presioni nga shokët e shkollës, mund të jetë nga kolegët e punës, apo edhe nga vetë anëtarët e familjes apo të afërmit, të cilët e normalizojnë përdorimin e substancës. Në momentin që ti ki qasje në familje dhe të afërmit në substancë, atëherë për ty fillimi i përdorimit është diçka e zakonshme. Do thotë
në terapit, në psikoterapit grupore, zakonisht, kur ta përfundon një histori të shkurt të vetën, na ndërhyjm edhe morëm një feedback prej të tjerëve, si po ndihen ata me tregimin e djalit, edhe fillojmë tani me djalin numër 2, 3 kështu. Po. Vazhdojmë me djalin në rrëfimin e djalit numër 3 që do ta ndajmë neve si ka fillu përdorimin e substancave narkotike. Unë fillimin e përdorimit të substancës e kom bërë me shoqëri, në fillim nuk kom pas dieni për të, shtu kom qenë dieni që ekziston si drogë, po jo çfarë emocione ose adrenaline të jap, ka qenë kurioziteti me provu dhe fillova me provu me shoqëri, pastaj nuk musha me dol nga kjo substancë, çdo ditë e çdo natë fillova me përdorë dhe fillova me shkatru gjithçka, familja më praktisi, u futa në borxhe të thella edhe nuk gjesha më shërim derisa më shën të mendja të vetvrasja, pastaj shërimin e gjeta tek rezonanca dhe fol psikologut Samir na ka bërë që të shërohemi dhe të jemi sa më mirë. Do me thonë, për dallim prej 2 rrëfimeve tjera, te ke fillu jo prej na e shkaktarit stresit, po për qef. Për qef. Ke dal, ke pas shoqni që keni dalë shumë edhe ke fillu. Po. A të ka dhonë një knatësi më të madhe se çajo që ka ty e përjetu para se me fillu? Po, në fillim ka qenë knatësia dhe adrenalina shumë e madhe, edhe ajo më ka shtyt për më përdor prapë. Derisa e kuptove që Po, derisa kuptova që të vyn shërim edhe trajtim. po është vdekje prurse. Sa kohë ke përdor substancat? Rreth 1 vite. Një vit. Do me thonë, ka edhe që ma herët, për dallim për rrëfimit 2 që tha 15 vite, s'ka tentu me u shëru, po ma në fund ka vendos. Po, e përmendi edhe familjen, do të thotë që është shumë e zakonshme. Domethënë ndikimi i familjes është jetik, mirë po sa është mbështetës familja mund të jetë edhe faktor i rrezikut. Po. Momentin që familja është vazhdimisht e tensionuar, ku anëtarët e familjes grinden në kuptim të komunikimit, të agresivitetit, pastaj kur djali nuk mund t'i shpreh ndjenjat e vet shlirë, ky është edhe gabimi që familjarët zakonisht e bëjnë. Si mi shty përpara më shumë. Ose e forcojnë shumë për ta lënë vet, pa kërkuar ndihmë profesionale, e që kur t'ja kufizon edhe lirin minimale, djali duhet të rebellohet disi për ta kërkuar atë formë të lirisë minimale. E kjo formë e lirisë minimale fatkeqësisht kërkohet edhe në mënyrat jo të shëndetshme, do të thotë që janë edhe fillimi i përdorimit të substancave. Po. Vazhdojmë te rrëfimi i djalit numër 4 që do të na tregoj pikërisht këto se si filloi. Unë fillova nga kurioziteti, pasi që edhe si fëmijë më kon kurioz, kur u rrita isha kurioz akoma dhe provova substancat, mirë po kurioziteti nga njerë vret dhe gjithmonë shkoj duke u rrit dozën nga marijuana, kalova në kokainë edhe në shumë droga tjera, të cilat amfetamina, si që janë. Provova kodein, provova modafinil në doza të larta që me arrit efektin e kokainës për një kohë të gotë. Mirë po fal doktor Samiut edhe këtu jam shëru, kështu që jam falenderoz gjatë të jetës. Tash e tha që je shumë eksplorus në ato se çka të ka bë kurioz. Para se të filloni nxjerimin, unë kallëzove që të pëlqen me lexu, sidomos të kombinimet shkencore, medikamentet. A e ke ditë rrezikun se çka e ty provu? E kom ditë mirë, po jam kon shumë kurioz. Kom pas shef shumë këshyrë shka po më panë, mirë po kurioziteti vret. Po. Kur e provove, sepse nga ajo çka ke lexu dhe mësu prej shkencës që ke lexu, te ajo kur e ke testu, a u kon çaj kurioziteti a lyp që hala diçka më shumë? Po ashtu më dish, që kom lexu më dish ke njëjtë, mirë po isha akoma më kurioz dhe hinra fellë më fellë. Dhe më nuk arritja të dalë derisa erdha këtu dhe gjeta shërim. Po, në ndërkohë, patjetër që rrëfimet dallojnë me njëri tjetrin, ishim shku te rrëfimi i djalit numër 5, që padyshim e thash që asnjëri se ka njëjtë rrëfimin. Rrëfimi im është unë kam fillu fillimin e substancës përmes ndikimit shoqërisë, po njëjtën kohë u kona për shkak të kuriozitetit.
Unë para se me provu herën e parë, jem kanë i ballafaqum në ndikimin e shoqërisë, më me thonë deri në të herë. Po kur nuk kam pas kuriozitetin ose pëlqimin, me thonë po du me provu këtë lloj substance shkak që më ka duk shumë një gjë shumë e keqe. Hera por që erdhe mundësia për me marrë, ishëm shoqëni 5 veta dhe do ishëm me fillu një lojë me lu. E kemi pas të gjithë qef së bashku. Ata njëri për dy në veç ka përdor substancë të tërkuan, do të thonë ka pas varësi që një ku, por edhe ata tre shuk thanë me provojnë atë bashkë. Unë aty u ndjeva pak si ai që nuk është u përshtat me shoqëri. Thash hajde provoj edhe unë. Natën tjetër ndodhi e njëjta gjë. Ata apet të ishte me përdor shkak që herën e parë ju ka pëlqyer. Unë herën e parë kur e kom provu nuk e kom di efektin. Herën e dytë u kon më shumë për shkak të kuriozitetit me ditë dje sum kopi, po du me ditë qa u kon efekti edhe nuk nga kop që për jem du me provu dhe një me ditë qysh është, qëfar lloj efekti jep. Edhe herën e dytë nuk më ka jap efekt. Herën e tretë u kon i njëjta natë, do të thonë e premte shtunë e dile, ti tër vikendi ka shku njëjtë. Herën e tretë kom provu efektin për sfari herë. E kom një qysh është. Edhe tani ka fillu me të tëra tu varsu, edhe tu e shpeshtu, edhe tu mos mujt me ikë prej saj. Po, Sami, se po m'blen përshtypje, shumica të paktën nga ajo që kanë dëgjuar janë edhe shoqëni ata që ja u kanë mundësu një farë mënyre me eksploru këta, përveç rrëfimit të 4 që ke ma shumë eksploru si shkencës që ka lexu. Tash, në kushte normale të psikoterapisë grupore, këta tash na empatizojnë me historinë e secilit. Po. Do të thotë tash djemt si ishin ndinë historinë e djalit tjetër. Po. Mirë po, më lejoni të theksoj te faktori kuriozitet. Po. Ndjenja thjesht po du me provu. Thjesht po du mu ndi ndryshe. Po. Mirë po, na e dim që ajo substanca afekton jo vetëm trupin, por edhe trurin, mendimet e sjelljen. Edhe vazhdimisht shpeshtimi i përdorimit e krijon një programim në ciklin psikologjik dhe biologjik, gjë që është e pamundër tani të largohesh nga përdorimi i substancës, për arsye se ti patjetër se kemi rrit dozën për të ndjerë efektin e njëjtë. Edhe këto është prapë kur ne po them gabimi edhe i personit, i djemën në këtë rast të mos kërkimit ndihmë, mirë po edhe të gabimi edhe i familjes, po edhe i komunitetit. Do të thotë këtu duhet me theksu rolin dhe rëndësinë e komunitetit. Faktikisht, komuniteti jonë duhet të informohet më shumë, të edukohet më shumë, të gjykoj më pak, të paragjykoj dhe të stigmatizoj më pak. Nuk është turp, se ta nuk do të kërkojnë turp që janë të varë. Ta kanë bë aktin më të guximshëm që kanë trokit në derën tonë. Ti vazhdoje sa me rrjedhën e psikoterapisë, si shkon kjo pas pyetjes parë? Flasin me njëri tjetrin, ndrohet tema? Na kem pyetjen tjetër si u ndiven në historinë e tjerë. Në historinë që sapo e tregove, a ndihesh emocionalisht më i lehtësuar që ose a ka diçka që e fole që ke hezituar përpara? Si cili e fol këtë feedbackun për veten e vet? Mirë po më vonë, pastaj çka kishe si ndive ti djalë në historinë e djalit tjetër e kështu me. Okej. A ja japi mikrofonit cilat janë ndjesitë tua që ti e shpërndajte historinë e pyetjes e temës tonë me djemë tjerë? Ndjesitë e mia janë për me mujt me ushliru se jashtë nuk mundesh me fol këtë temë me çdo njeri, sepse s'mundet me ta kuptohet botën e drogës, që thojna. Me këto shok që jemi këtu, më me thonë që jemi gjithë varët prej çfarë arsye, edhe ja kuptojnë dhimbje njëri tjetrit, edhe varësinë, edhe historitë të jetës, më me thonë që i kemi këtë përbashkëta si me fillimin, si dhe me mbarimin, si dhe me krizat, si dhe me problemet të jetës çdo ditë. Po mendoj që kur po flas psikoterapinë grupore, po nina shumë ma lehtë, për nxjerrin një të keqe për trupit tim, që më me thonë ndina rahat, muj me kanë të nditën sot rahat, se s'po muj me folë këto me babën, me nanën, me vlajnë, ose me grunë, s'muj me kanë aqë i sinqertë, sepse jo se s'po muj, po s'po du me i lëndu, se një fjali im ja ka ndikim shumë mas të baba, të nana, të gruja im, se mundet një fjali im ja me gjek në zemër, ta njetën deri ditët që vdes,
edhe me bo unë moni arqia dhe shkëtari kryesor që baba më ka vdek për një qef timin, për një kureshtje timen, për një adrenalin timen, unë më bo një shkaktar, s'mune me afal vetës, kështu që më mirë me pas pak dhimbje në trup, një muj në spital me netë, që sa me majt një dhimbje në kuriston jetën që më ka vdek baba për mërzis teme. Për deri sa djemt e falën historinë ashtu ta themi vetën, çfarë ndjesi, çfarë mendime pate ti brenda vetës? Pata mendime të gabimit tive, se pse kanë gabu, se dhe unë herën e parë nuk e seka që jam konsumu se 6 vite. 6 vite. Po, edhe pse kom qenë në shumë spitale, si që i kom tregu dhe doktorit. Një ndër to kam qenë edhe në Serbi, në vendin ma keq, ku mundet me shku dhe më ndi një shqitar, në një spital që shumë njerëz e njofin që s'po du me ja përmen emnin, po s'ja kësha preferu kujt njët me shku ane, pas njerë njët, po ja kësha preferu me ardhë tu. Kam qenë 4-5 klinika qera, me psikologa, me psihiatra, me drejtor, që s'kam mujt me gjithë këtë rati që jam të gjithë tu të rezonanca me doktorët, faltive, stafit, dhe këtë që kanë këto këto. Çfarë ndjesi e mirë sa me për këtë stafin e rezonancës? Për këtë stafin e rezonancës. Muj me thonë peti sigurimi, drejtori general, menageri dhe këtë që kanë këto. Më falni diçka nëse më gabu në emocion, nëse në afekt. Shumë motivus rrëfimi, dashti me shtu diçka djali afër teje. Ose i flet në gjësit e tua të asajna që e thae, po edhe djemve tjerë. Që si fillim, ka pos momentet mira dhe është, po nuk është e mirë. Allë gjyrë se mon lartë familjes, nuk i kushtën ku familjes, kushtën ma shumë rëndësi punëve të këshia se familjes, nuk je i gatshëm për shembull. Më është me shkaktu gjithë shka, u kupten qysh, se jenë shumë problemet mëloja, edhe vetë për vetë për shembull ku posë shumë shërë, edhe se ndikim tyne ku marru makinën këtë gëlez, lërë, poshtë, ka shku poshtë, ka kumbo do me shumë të moja, ka ndodhë 2-3 herë, ku më shkatru shumë makina, nuk është e mirë, por rezonancës pënina shumë mirë, morë vetën shumë mirë. Për shembull kur i ndëgjove djemë tjerë të tregu rrëfimin, sepse zakonisht nga njerë vete nuk dina me këshillu sa dina tjetrin. Që shumë ndjeve, që atë vike me thonë, sepse ka plotri që puna ndjekin e treja që ka nisë diçka të tillë. Edhe kjo që ka thu ka shumë rëndësi tani. A të vike ai momenti rikujtimi, sepse ti je një ndër prej grupit këto, je që 15 vite konsumu. Ma të vjetrit, po e thënë. Që 15 vite është një ku shumë e gjotë, po nuk kisha preferu kërkonin, se kur t'jem dikim ty në, vetë jem familjor atë kam 2 fëmij, po nuk rri me ta atë. Fillim e kom posë shumë shtirë, sidomos kur ka linë qika, e kom posë shumë shtirë, shumë keq, se nuk u dzesha mu jo afëru qikës, në ndikim të rukna. A ke qenë agresiv? Agresiv a ke qenë? Agresiv jo, jem tip shumë i qilë, se në fillim adhen tash drogat, fillim kam posë adrenalin, kam posë eme. E tha që s'ke qenë agresiv, po është fillim adrenalina, po prapë se prapë të kam majtë si hapësirë me fëmijët, me familjen, pse? Kam i të lartë, nuk e di, nuk për vete, kur jam bo prejtë për e por, kam vojzën, amo ndikim tynë nuk u desha me u afru, edhe qatë shketë. S'keni siguri? Qatë shketë se me ke për vetë, sot që kom posti me menimet këshia, po mu divorcu, edhe se së një resha vojzës, nuk me isha me nejtë vojzës nga gatë, për shembull në ndikim drugë. A e di ke bashkëshortja, apo e ke mojtë sekret në atë kohë? E ka di pak a shumë nashta, ka mojtë sekret, ku në fundit nërësyt shpis nërësyt kete, ta në mendesëm për më trajnu.
Do më thonë kohën në fundit e pranun që familjarë ti merrshe substanca në sy Po familjar. ka ndodhur për shembull, ka thonë që i kena më ta blejna, ma blejtë në herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë më thonë që po shkojna në spital. Se po m'len përshtypje sa me kjo ona psikologjike familjarëve, na herë edhe s'dihet ç'është me reagu, për shembull ky rast ta blejmë na. A është një zgjidhje që mos me hub fëmin, a është një zgjidhje që është momentale, disa analizojnë situatën, si funksionon kjo? Ata që e theksu më herët, do të zakonisht gabimet e familjes janë këto. Këto 2 pika. E shtrëngojnë shumë ose neglizhojnë. Do të ose shtrëngim i tepërt ose neglizhim total. E që për t'i ikur këtij izolimi, aja kërkon atë rebelohet duke kërkuar atë lirinë, te opsioni i parë, ose izolohet edhe më shumë e substancën duke kërkuar qetësim nga neglizhimi, domethënë kjo pothuajse heqja dorë Ndaj fëmijës. Ndaj fëmijës, po. Do që edhe kjo e shtyn hala më shumë. Po shkojmë te djali numër 3, te kjo pyetja që e bani psikologu, si u ndjeve kur e the para neve krejtve rrëfimin tënë, atëherë në çlirim, edhe si u ndjeve kur i dëgjove shokët këto kur e tregun rrëfimin e tyre. Ndjeva, tash kur jam në shërim, ndjeva shumë ma mirë, po kur i dëgjova dhe rrëfimet e shokëve të mi, ndjeva shumë i zemrum, se droga vret, shkatërën, edhe po shpresoj edhe po lutna çdo ditë e çdo natë që të shërohemi, dhe ndjesia si e kena pasur në fillim që na ka dhënë adrenalin, mos ndodh, mos përsëritet që ta bëjmë gabimin e njëjtë, prapë të thojmë ajtë të provojmë prapë edhe ne kur dalim jashtë, sepse lufta është brenda, nuk është brenda rezonancës që jena duke shëru, po lufta është jashtë kur dalim, dhe ato është frika më e madhe, edhe shpresoj edhe lutna në Zot që mos ndodh kjo dhe të jemi të shëruar. Apo ndihesh i gatshëm me dalë jashtë? Nëse shoh veten që nuk jam ende i gatshëm, vazhdoj prapë më shumë, po për fillim ende jam duke u përgatitur që të jem i gatshëm. Sepse kjo ndjesia që fitojnë diun kur isha para 1 muaje, disa prej tyre ishin në ditët e para, ishin skeptik, hala a kanë mja dalë. Sot kur i takova të njëjtit, janë shumë optimist që na jena mirë, që jena të ja dalë, me thonë këtu punohet shumë këtë drejtim. Po, zakonisht qasja jonë e integruar dhe multidisciplinare, ku këta përfitojnë si të menaxhojnë mekanizmat e varësisë, përfitojnë strategjitë shëndetshme si ta përballojnë stresin dhe anktin. Kështu elementare, ditët e para e përmirësojnë edhe gjumin. Këta përfitojnë domethënë përgjithësi për kësaj qasje disciplinare, edhe normalisht që dalja nga spitali nuk do të thotë përfundimi i trajtimit. Ajo është faza më e rëndësishme e fillimit të rikuperimit. Këtu spitali për secilën dalje përpilon planin e daljes, do të thotë ku janë rekomandimet terapia e psikiatrëve, pastaj rekomandimet e psikologëve klinik, rekomandimet e mjekëve të mjekësisë familjare që i kemi në spital. Ne bëjmë edhe fuqizimin e familjes në mënyrë që familja të ndikojë pozitivisht në mënyrë të shëndetshme tek antari i vet. Domethënë, sa zgjat kjo pjesa e rikuperimit, nuk ka një kohë fikse ku zgjat. Zakonisht rekomandohet 6 deri 12 muaj, kështu ajo është ajo alerti ku patjetër duhet të ketë kontakt, ku djemt në këtë rast çdo javë kanë me testu, do të bëjnë testin e urinës për substancë, po ashtu edhe organizohet psikoterapi të paktën 1 herë në javë, qoftë individuale, qoftë me familjen e tyre. Po, përveç psikoterapive, qoftë individuale, qoftë grupore, i kanë edhe terapit medikamentoze, i kanë edhe atraksionet, shupishina, që janë gjime të tjera. Po, përderisa janë në trajtim, domethënë spitali u afron këto mundësi, e afron xhacuzzin, e afron pishinën, pastaj kemi edhe aktivitete okupacionale atraktive, daljet jashtë spitalit, ku me djemt organizojmë psikoterapi grupore dhe jashtë spitalit. Natyr, po. Ushqimisht në ndeshëm. Kemi kafën e mëngjesit, kemi njëherë takime shumë atraktive ku këta po e përcejnë shumë.
edhe mos të harrojmë të kësu edhe Kinemaja, stimolimin magnetik të trurit Po. që afron domethënë spitali, kinemaja po ashtu, lojrat ndryshme, atraksioni ku këta mund të shfrytëzojnë këto në Ju shkon dita ka që shpejt për shkak të dita aktiviteteve. është shumë e ngarkume me aktivitetet që këta Që këta do e të kryjnë gjatë ditës. Po, plus shoqërohen dhe empatizohen me njëri tjetrin. Po, du me një djalin numër 4 për këtë ndjesin që e ndanë shok këto të lirimit të rrëfimit tënd, por edhe kur i dëgjove të tjerët. Po sigurisht në fillim kur ta përdor t'jep domethënë ndjesi jashtëzakonisht mirë, që shatash dikush për kuriozitetit si shembullon. Mirë po ajo është veç një rran, një manipulim i trunit, kështu që ju bëj thirrje unë krejt atyne që veç janë të varën, me ordë më shëru se ajo shka janë të ndje ata unë veç një rran, nuk ka vërtet. Mirë po më kthy jetës, më kthy realitetit, jo me vazhdu me konsumu akoma substanca, se dikush e ka organizmin më të fort, i përballon 10 vjet, dikush 5 vjet, dikush 5 muaj. Tash më varet me njeriut. Edhe unë mendoj që droga është një pijona më të këqija që të shkatrojnë komplet për shkak se të shtim burgje, të shtim me shkatru vetën, të shtim me lujt kazino e tjera e tjera. Kështu që unë mendoj ju bëj thirrje të gjithë dhe më moshëru sa e keni kohën akoma. Po, kaloj të lutna mikrofonin edhe të rrëfimi i djalit tjetër, të kjenë ndjesia që ndajtën shok këto, kur i njite këta të folë, çka përjetove ti? Përjetova si gjithë ne pasit e kemi ato që kurioziteti ose ndikimi për shoqërisë na ka bërë me buni gabim që na kena me kanë pishman të jetën. Dhe më thonë, na këtë gabim s'kena me mujtë mja doshtë kërkujna shkak që e dina shkoqe që na i ka bërë dhe pasuja që na i ka ofru. Për mu gjitho pasuj që u konë shkaktume nga substanca që e kom provu, u konë që më ka shti me hup respektin si për veti, si për çdo njeri që e konsuman. Është një substancë që nuk ka arsye mu marrë, nuk i përfitime prej sajna, vetëm humbje, mangësi edhe gjithat gabime. Sa me është e çuditshme se këta janë të gatshëm me këshillu tjerë, sepse thellë e din që kanë gabu, po nuk është shumë e lehtë edhe me u liru prej kësaj varësie. Spitali ofron do të thotë përkrajen ndaj ndjevëve në këtë rast. Punojmë shumë psikologët klinik në ristrukturimin e mendimeve, ku këta arrin normal me një pikë ku ndoshta jo vetëm që janë këshilltar të vetvetes, po mund të jenë nesër këshilltar të familjarëve e shoqërisë tyre nesër. Po, sepse këta përcillen e tha dhe vetë me analizat të përditshme, sa kryesisht për sa kohë mundet më konsideru një person i liruar, qoftë nga nevoja e trupit në gjak për substancën, qoftë edhe psiqike. Nuk ka ndoshta një kohë fikse për të gjë, për arsye se secili vjen me historinë e variant, vetën. Mirë po, ajo çka dikton është lloji i substancës që kanë përdor, intensiteti, gjendja fizike, mendore e tij. Po ashtu edhe motivimi për gjatë trajtimit në spitalin tonë, e që është ndoshta më kryesore është mbështetja e familjes pas daljes nga spitali. Kjo është domethënë çelësi i këtij procesi të rikuperimit. Për arsye se në momentin e daljes kam jetuar me familjen e tij, po ne deri atëherë organizojmë edhe takime, konsultime, ofrojmë përkraje edhe për familjen, do thotë edhe familja në një farë mënyrë i ristrukturon mendimet ndaj antarit të vetë, në momentin që bashkëpunon me neve një kohë të gjatë, atëherë rikuperimi është më i sigurt dhe më i qëndrueshëm. Nga rastet që ke pas më herët, jo nga këta që janë prezent, por që janë trajtu dhe shëru dhe keni kontakt, çka ju rekomandohet më shumë ti kur dalin jashtë? Me ndru telefonin, me ndru shoqërinë, me ndru shprehit, punën, çka është kryesore që këta si thojmë na janë nis prej zerës? Rikthimi absolut është i mundur. Po. Kemi plot raste ku janë rikthyer shumë suksesshëm në jetë, ku janë rikthyer familjes, ku i kanë riparu raportet, qoftë me prindin, qoftë me bashkëshortën, qoftë me punën, do të thotë vetëm ideja është që ata duhet me qenë të motivuar
edhe familja duhet me qenë mbështetëse, Po. ashtu edhe komuniteti duhet të jetë i informuar. Po. Do të thonë komuniteti faktikisht nuk ka arrit hala ende në shkallën e informimit, vëdësimit dhe sensibilizimit të duhur, për arsye të stigmës që ata kanë ndaj kategorisë së djemve që aktualisht janë në trajtim. E di që varion edhe kjo, po nga rastet e kaluara prej që është rezonanca 3, sa është minimumi kohës që kanë nejtë dhe kanë pas sukses, dhe si që tha dhe djali numër 3 që 3 muaj kanë planifiku, sepse e din nga dishmërinë dhe ndjesinë e vetë. Po zakonisht trajtimi zgjat disa javë. Po? Do thotë kur po them disa javë, nuk po specifikoj 3, 4 apo 12 javë. Kjo prapë barët prej atyre faktorëve të cilët i përmendëm pak më herët. Po çelësi është bashkëpunimi edhe motivimi post-spitalor, do të thotë, pas daljes. Pas daljes, po. A kina i mbyllet të kësaj seancës, unë menoj që, po? Zakonisht na e kemë një rekomandim për shokën. Aha, okej, e bojnë. Me qenë se formati është i tillë. Një rekomandim për ata jashtë. Një mesazh për ata të cilët e dëgjojnë këtë muhabetin tonë, e që nuk po guxojnë me fol, nuk po kanë guxim me fol, sikur që keni pasur guximin me tërkit këto. Domethënë, çush më ju tregu që nuk është turp me kërku ndihmë. Edhe çush mos me përballu ata varësinë vet. Pse pe përballon varësinë vet? Pse s'me ndan me stafin profesional? A nisim çfarë rekomandimi? Besoj që s'munën kur një jetë me përballu atë vet, pa mos me ardhë me një psikolog, me një psihiatër, me thia të akullin për mrena, edhe pse unë 6 vite, 4 vite s'm ka jetu familja, vetë kom dash me ndërpre, po s'kum mujtë, sa do që kom dash, edhe jom izollu, një ditë ka me të largu edhe shoqëria, edhe familja, edhe ketë, kështu që keme met i vetëm, për balë murit. Kështu që sa e ke ma herët, e ke mundësim për me ardhë, e ki mbështetjen e ketëve, isha lutë ketëve me ardhë, hapi i parë është veç sa me hi në derën e rezonancës, e mas në qera t'ja len ketë mjekve, ketë stafit, edhe qatë ishte rekomandimi im se edhe unë qatë hapin e parë me zje kam bo që më ka shty me zorë vla jem, ka jep kuraj, më ka nejtë mas, deri sa e kam pas vlajnë edhe familjen mrapa me, se mas i ti hupi shket, e kitë kotë, se s'ka kush me të më shtetë, tana vjen edhe probleme qira vinë jetë bashkë me atë. Qka që kisha me thonë, faleminderit. Faleminderit shumë, uroj shërëm të shpejt për ty. Faleminderit, gjithashtu i uroj ketëve. Faleminderit. Shalut ketëve që shumë mundësi me njëk institucione, koshërime, koseme, për vete punina shumë mirë, dhe pse i thëm jove në por, shumë mirë. Apo të banë ma shumë e unë mirë që përshe, që përveç që po i merë shërbimet profesionale, ka edhe njerës tjerë që janë si ti, po që janë ma të fort në këtë vendimin për mja dalë me ushëru. Apo të ndihmon që kjo? Ndihmon, edhe pse të rrugat e në këshia, në sinqerisht është të monë larë familjes, larë fëmijës tanë. Mu mas shumë të për shambull që qëm ka pengu për shambull që kërë në fond i kem tyno, kom nejtë larë këtyno, edhe herëm shkën mene që mu mdet me ju gjinë fëmijës tanë, apo pëtën qysh, edhe kom posë shumë shtirë. E kom posë shumë rënë, atë me jam një shumë kësë të vetës, so që më panë shumë e po mene të shia. Po, s'peti, mirat mirës është në harujtë zëte, po fol edhe mjekëve, është që ndihma atyne, ona atyne profesionale, kanë qëllim të mirë, kanë qëllim shërim njerëzimit është sen shumë i mirë, atëm e vlerësej shumë. Po. Qa ju kishe thonë ti, qa ju kishe rekomandu atyne që përna shohin dhe që s'kanë vendosë me gjithë shërim hala? Ata duhet pa tjetër marrë në shërim, sepse droga ta vjedh lumëtërinë të nesërmës, nuk ka zgjidhje tjetër për post shërimit, edhe në bas shkencës edhe olimtimeve dhe gjithë shkoje shërimis gjatë 6 muaj minimum, të paktën duhet një muj ditë me ardhë me sinceritetin ma të madhë vendeshmërinë, mu shëru, se ndryshe nuk mundesh me shpëtu prej varësisë drogës. Faleminderit shumë, uroj shërim të shpejt për ty. Faleminderit edhe ty. Qa ju kishe rekomandu ti?
Unë ju kështë rekomandu për shkak se veç kam qenë pjesë ati rreth, unë jam i vetëdijshëm që ka shumë njerëz që janë të e përdorë, zakonisht e përdorin vetë ose me shoqëni mirë, po ka atë shumë sa që as njëve nuk na merr mendja, edhe unë ju kështë rekomandu sa më shpejt me ardhë më shëru për shkak se ose kanë me kalu në overdozë ose kanë me humbë çdo sen në jetën e tyne. Faleminderit shumë. Edhe juve uroj shërim të shpejt. Faleminderit shumë edhe. Shumë faleminderit. E kem edhe djalin e fundit, që ju kështë rekomandu atyre që po na shohin? Ju kësha me rekomandu që edhe nëse janë të umshirë për të familjarve, që janë të buvet, është një sen që do të mu shprej edhe me tregu për shkak që është një vevarsive më të rënda. Do më thonë, nëse ke bërë research para se me janis me provu edhe edhe çfarë lloji është, do të me ditë që nuk më shme kur me kalu vetë, do vinë mbështetje familjes, edhe do vinë mbështetje prej gjitha aty në antarëve që në staf që ka marrë këtë me një mu, këti kur të merë vendesmërin për marrë në klinikë. Nuk është marrë, nuk është kur gjë diçka për me ndu jesëm shet dikosh, jesëm njëin, është diçka që ti ma e mirë është me di dikosh që ti e kite kalu, se që e ke marrë edhe nuk e ke vazhdu. Faleminderit shumë, një fjali shumë motivuese, kështu që unë uroj që secili prej juve të vazhdoni jetën e profesionin që i keni secili profesionin më të mirë se tjetri. Një rekomandim profesional, Sami? Sa më shumë të mbështesim profesionalisht individin, këta djemë këtë rast, sa më shumë të kemi familje që mbështesin këta hapur në konsultim me profesionistët, sa më shumë të kemi një komunitet të informuar, dhe sa më shumë të kemi investime nga shteti në politika të shëndetësisë publike, konkretisht në çështjet e trajtimit varësive, neve na siguron një farë lehtësimi dhe një farë shkurtimi të personave cilët po eksplorojnë dhe po përdorin substanca. Për arsye se nëse bazohemi në raporte qoftë zyrtare, qoftë organizatave jo qeveritare, numri i përdoruesve është në rritje e sipër, edhe kjo është një situatë që na alarmon me të vërtetë shumë. Po, nga prezenca e pacientëve këtu, cila është mosha e re që ka qenë, që ka kërkuar trajtim? Historikisht, do të thotë në spitalin Rezonanca, tani e 4 vite, mirë po unë jam aktiv tani një vit pothuajse, domethënë 12 muaj, ka qenë 14 vjet. 14, mosha më e re. Mosha më madhe? Unë kam pas rastin të një 78 vjet. Mos. Ka pas këto që kanë kërkuar trajtim. Do me thonë, kjo nuk është vetëm të as të gjenia, as të... Ky ka qenë i varur nga substanca, do të thotë nga barnat. Nga barnat. Okej. Më thosë se ka... Sepse spitali ofron edhe trajtim sa mirë që e përmendë. Personat e varur nga alkooli, droga, lorat e fatit, barnat. Okej. Mirë që theksova sepse thash atje jashtë ka varësi të ndryshme, por me që është pjesa më e ndihshme e shoqënisë, rinia dhe substancat narkotike dhe po përballemi çdo ditë e ndam këtë terapi, psikoterapi grupore që sado që janë ndrum pak strukturën na, unë mendoj që mesazhi është marrë. Unë individualisht edhe me këta do të mundohem të kemi një rrëfim çdo javë në mënyrë që sa më shumë të depërtojmë tek familjet tona, edhe pse jo rrëfimi se cilit për tyre me shpëtu shumë treja atje që po kanë frikë me kërku trajtim dhe shërim. Unë i falenderoj shumë djemë që dhanë mesazhin e vetë. Këta edhe ashtu mua më thanë që kur nuk është herët edhe asnjëherë vonë në kërku ndihmë. Absolutisht. Unë do të bëj apel që asnjëherë nuk është vonë edhe kur herët me kërku ndihmë tek profesionisti. Faleminderit shumë Sami për këtë improvizim për shkak të familja jonë dhe audiencës. Faleminderit shumë djemë, unë uroj shërim për të gjithë. Dhe me të vërtet, sado që gabimi ju ka vra dhe ju ka shkatru, fakti që jeni kaq të fortë dhe ndihmoni të tjerët me rrëfimin e juaj, më bën me shpresu që ju keni me bën shumë për shoqëninë, të paktën keni me qenë baba të mirë për fëmijët e juaj, sepse keni me dallu ndryshimet edhe s'keni me i lënë ata me bani gabim që e keni bë jo, kështu që faleminderit shumë që e ndat me neve këtë rrëfim. Të dashur miq, rrëfimet që i ndëgjum janë rrëfime të ndihshme, koha e ka bot veten që t'jemi sa më të kufizun dhe të limitun. Keni rrëfime të shumta në kanalin ton YouTube nga pacientët që trajtohen dhe kërkojnë shërim në spitalin e varësive Rezonanca 3. E bardha vret, asnjëherë nuk duhet të jemi kurioz për atë se çka lexojmë, çka shohim, çka ndëgjojmë.
Jo çdo adrenalin momentale është një fat i mirë për jetën dhe karrierën tuaj. Jo çdo lumturi momentale është e mirë për familjen dhe ata që ka keni ndërtu ju. Një lumturi më e ngadalt duke luftuar hap pas hapi është një lumturi më e përmbushur se sa një lumturi e një nate, e një grupi, e një shoqënie apo e një momenti kurioziteti. Le të jetë kjo një mesazh dhe një mësim për krejt ata që po luftojnë me diçka të tillë dhe ju mos harroni. Spitali Varësive Rezonanca 3 është 24/7 i hapur për çdo që ka nevojë për trajtim. Ne do të shihemi patjetër me materiale tjera.